Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë rruzave, kjo recet me 2 përbërës ju heqë 10 vjet nga fytyra. Ja si ta përgatisni. Procesi i plakjes shkakton në rrudha në lëkurën e fytyrës dhe njëkohësisht shkakton ndryshime të padëshirueshme dhe bashkë me faktorët e ambientit bëjnë që lëkura juaj të humbas vazhdimisht elasticitetin dhe të varet. Për fat të mirë ekzistojnë disa ilaçe natyrale të cilat munden t'ju ndihmojnë që lëkura juaj të ruaj elasticitetin dhe njëkohësisht të duket më e re. Ne këtu do t'ju tregojmë se si të përgatisni një krem i cili ndihmon dhe ruan lëkurën tuaj në këtë drejtim. Në përbërje të këtij kremi janë vetëm 2 përbërës, kastravec dhe njëkohësisht e bardhë vese. Ndërkohë, kastraveci është një perime e shëndetshme e cila përmban sasi të madhe ujë dhe ushqyesish natyral të cilët gjenerojnë lëkurën në mënyrë natyrale. Ai përmban gjithashtu edhe antioksidant, vitamin C dhe K të cilat shkatërrojnë radikalet e lira në trup dhe njëkohësisht parandalojnë rrudhat dhe plakjen. Nga ana tjetër, të bardhat e vezëve kanë një sër vetish, duke përfshirë këtu edhe aftësinë për të tërhequr lëkurën. Ja se si ju ta përgatisni këtë ilaç. Fillimisht, qëroheni kastravecin dhe pastaj priteni për gjysmë dhe coptojeni njërën gjysmë në copa të vogla. Vendoseni copat e kastravecit në një blender dhe përzijeni për disa minuta me shpejtësi të lartë, derisa përzierja të ketë pamjen e një pureje. Më pas, shtrydheni përzierjen përmes një garze në një tas dhe shtoni më vonë një të bardhë veze dhe përzijeni së bashku. Aplikojeni përzierjen në zonat e prekura në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë për 15 minuta përpara se ta shpëlani me ujë të ftohtë. Përsëriteni këtë procedurë 2 herë në javë për të patur rezultatet akoma edhe më të mira. Çdo ditë, njerëzit në të gjithë botën kërkojnë mënyrat më efektive për ta mbajtur lëkurën tuaj të re dhe njëkohësisht të bukur. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse në treg ka pafund produkte kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës, por pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, nuk do të thotë se janë efektive dhe pa efekte anësore. Njerëzit në vende të ndryshme në përbot kanë rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetin dhe me bukurinë. Prandaj ekzistojnë edhe disa prej tyre që përpos që janë natyrale, nuk kanë as edhe një efekt anësor, janë edhe shumë efektive dhe të lehta për të përgatitur në shtëpi. Maska me limon kundër rrudhave. Ju duhet një limon dhe 2 deri në 3 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Shtrydheni limonin, lëngun përzijeni me mjalt. Nëse keni lëkurë të ndjeshme, preferohet që të shtoni edhe pak ujë tek lëngu i limonit. Vendoseni këtë përzierje me pambuk në fytyrë, lëreni të qëndrojë derisa të thahet dhe më pas pastrojeni fytyrën tuaj me ujë. Aplikojeni këtë maskë një herë në javë. Do të keni pamje më të freskët dhe më pak rrudha. Lëkura juaj do të jetë njëkohësisht e butë e shëndetshme falë vitaminës E dhe C. Ndërkohë, do të keni lëkurë elastike dhe rinore falë flavonoidëve të cilët gjenden në agrume. Maska natyrale me karrotë dhe mjalt. Për këtë juve do t'ju duhen një karrotë dhe gjithashtu 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Lajni dhe priteni karrotën, vendoseni karrotën më pas në blender. Kur të jetë gati, shtojeni dhe mjaltin dhe përzijeni mirë.
Vendosni maskën në fytyrë, lëreni të qëndrojë për 20 minuta dhe pastaj pastrojeni fytyrën me ujë. Këtë trajtim aplikojeni 2 herë në javë. Rezultatet që ju do të shihni. Lëkura juaj do të jetë më e shëndetshme falë sasisë së lartë të antioksidantëve. Rrudhat tuaja gjithashtu do të reduktohen dhe do të keni një krem fantastik për lëkurën e qafës me vaj ulliri, vazelin dhe vitamin E, ku do t'ju duhen 10 ml vaj ulliri, 3 kapsula të vitaminës E dhe 3 gram vazelin. Si ta përgatisni dhe ta përdorni këtë maskë? Vendosni të gjithë përbërësit në një enë dhe më pas përzijeni mirë. Nxeheni enën dhe lëreni atë që të ftohet. Më pas përbërësit vendoseni në një enë tjetër. Aplikoni kremin në qafë dhe në pjesën e kraharorit para se ju të shkoni në gjumë secilën natë. Rezultatet që ju do të keni janë se pas 2 muajsh qafa dhe kraharori juaj do të duken njëkohësisht më të freskët dhe më rinor. Ndërkohë, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale, si për shembull vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj shkëlqim natyral dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës shkëlqim. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e vezës dhe vendoseni në lëkurë, prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajeni me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurën dhe zbeh rrudhat. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës C dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojeni lëkurën me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojeni si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq të gjitha qelizat e vdekura dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe, ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.